Që kjo namazi? Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadu d-din, faman aqamahu aqama d-din, wa man tarakahu taraka d-din. Namazi është shtylla e dinit. Kush e marr namazin e ka marrë dinin. Kush e lë namazin e ka lënë dinin. Kjo një. E dyta pak du më ju tregu kështu. Na hoxhallarët jemi shumë me kategoritë çuditshme. Neve na thënë do kokan si selefie, do si hanefie, do si, Kini një ju që si farë muhabetesh, po s'po du me ju qelun si muhabete. Kush e ka ma tamam, bre, hoxha Afenin, po më pyetën që këto letët që kesha në knina, hoxha kush e ka ma tamam tret, me na kallzu drejt, po jo të ndersë taraviz. Mas taraviz kur rishim, pak ma bizbize. Ma shlir, ma pak. Unë si ma pak, si ma kalabalek, si ma pak, unë drejt du me kallzu. Wallahi që ata që ju dokën hoxhallar ma ekstremista, që ata ma mire kanë. Që ata ma mire kanë. S'po thonë për vetë, më s'ke që këto. Qysh ma mirë për hoxha kanë që ata? Kër është pyetja të namazi. Ngone këne të ashabët e pejgamberit, të Ebu Bekri, të Umeri, të Osmani, të Alija, të Ebu Dherri, të Ebu Musabi, të Bilal Habeshia, të Suhejbur Rumi, të ashabët, të 150.000 sahabët kohës pejgamberit, ai që e kalon namazin, ai ka qenë kafir. A o që shtu fejgjeri? Si më sta thuju karshimeje sa. S'ka mu bezerit mu tërpnu. A është ekstremizëm kjo, a shumë e kështë rëngua ke pizat më s'po plas dika? Jo. Na pak e zbutim, na. A hirë zgudzojmë me zbut. Po plasën, në të plasën. Qysh bëhosh në të plasën? Wallahi qashtu është. Ata që se kanë falë namazin në atë zemanin e tyne, e kanë pas kafir. E na tash që thejmë gjuna qare, o Gjafeni, mos qaq forë, kjo është shqiptarët. Jo, se ka pas. Gjenem lit, ata në gjehnem që kanë me hi. Një prej sebepeve që ka me hi në gjehnem, aj që s'ka ra sejdë, Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ndëgjona ajetin kuranor. Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila as-sujudi wa hum salimun فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Ata që s'kan bo sejdë këtu, Allahut si kan bo sejdë, se kanë la ftyrën, se kanë la kriht, se kanë dhënë mes kokës, se kanë la kamp, kanë nejtë gjunupa, s'kanë marrë abdes kur, s'kanë marrë gusëll, s'kanë rarë në sejdë Allahut Gjelle Gjelalu, do t'ju thotë ditën e kiametit, eja një tash në namaz, eja fale një namaz. Ai çka ka me bo namaz? Fela yastati'un, kanë spjeguar tefsirët e kësaj fjale që s'mundin pse Allahu korrizin e tyne do t'ja u boje blokum, të pa lëvizsh. Unazat s'po lakohen. Blokohen unazat. Një ndeshje na me pas me një rendi, Allah i na rujt kush o prek në unaza shka bëhet. Fela yastati'un. Pastaj rezultati i kësaj që Allahis kam jo bloku unazat, se këtu s'ka marrë abdes, këtu s'ka bo sejdë, po thot khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Syt kanë ju praptu, ka mi kaplu poshtërsia. O qad kanu yud'auna ila sujud, në dunjoj ka thirr, keni thirr namaz, ka thirr shokun ton namaz, eja vllavin, babën, akraban, pa marr parasysh, nas ju kemi akraba këtu. Në vllazën musliman ju kemi, ma shumë sa akraba. Se mundesh me e pas akraba vlla, po mundet me kon kafir. Evlat kafir, sikur që ka qenë djali Nuhit alayhis salatu wassalam, ose baba Ibrahimit alayhis salatu wassalam azeri kafir. Po vllazëllaku në islam është më i madh. Më i madh është. Na tash jemi vllazën musliman këtu. O qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Në dunjë janë kon shnosht mirë, ujë, kretat mirat, bëni sejdë? S'kan bo sejdë. Allahu Gjelle Gjelalu. E xhenemlit vin me laqet e xhenemit. Dhe e pyetin: "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum min al musallin. E pyetin:
Pse keni hi këtu në xhenem? Gjevabi i parë, përgjigja e parë, lem neku minel musallin, namazin se falshim. U lem neku nutojmul miskin, zeqat e sadak për fukaran sipshim. E tjetër sent, 2. E treta, dhe ditën e gjykimit, që kemi mund gjallë, s'dojshim me nije. Kush ka, kush unë gjallë, be? A s'ki plot shqiptarë që dhene, kush unë gjallë, be, ho, që ti përna të shkena mund gjallë? A thënë që shtu plot? Kush o këthuj prap? Wallahi shqyqyrë që s'kthehen prap, se na u kish mush shpijat me pleq, gjyshe e stërgjysh. Da së mpja u bojmë halën djemve, ku mi shtine për sopa, ku tu kish mush plaka e pleq dënjoja, o zoti man. Allahu s'ka bo emër ashtu. Allahu ka bo emër në këtë dënjo 4 stacione mi kalu edhe më s'mu këthyje prap në për stanica. Njën sorë janë këto. Në bark njënës në dënjo në vorë, në akiret, edhe biti. Në bark njënës në dënjo në vorë, e treta edhe në akiret, e 4 ajo finalja. Kem rinë fund. E prap? Ja, prap s'ka pi gjenetit as pi gjenemit. E pi gjenetit, mi thonë, a vëdalish në dënjo prap. Vetëm shahiti ka qef me dalë prap, që tërkush jo. Pse shahiti po ki qef? Kur shep për hatër të shahit lekit, dëshmorit, sa ka fituar në gjenet, thot 100 herë kisha me lyp me dalë në dynjo, e mu myt si shahit, e si shahit, e si shahit, e si shahit, e si shahit, vetëm ai ka qef, tjeret kërkur s'ka qef, se kush po ka qef me këto të lashet dynjo, s'pash Allah. Një kokë dhimbje, një përqamje me gruan, një përqarje me evladin, një përqarje me prinde, një përqarje me motër e me vlla, një mosmarrveshje me xhamat, një mosmarrveshje me imam, po ta ban boz jetën. Wallahi po dëshprohesh, ha? Në dynjo, ajt ma shaka në dynjo, pash Allah.